vlogun do e nisim nga këtu, jemi në parkim të Rinasit, gati për të filluar aventurën tonë. Besoj e dini nga titulli sepse kam shkruar në titull, jemi duke ikur në Austri, do bëjmë një eksperiencë super të bukur. Por avash të gjitha. Tani, parkuam makinën, ikim takojmë me grupin në aeroport brenda dhe presim pastaj sepse është ora 4 mëngjesit dhe fluturimin e kemi në orën 6. Sa po erdhëm dhe në Red Bull Ring pas një dite të lodhshme, se jam nisë që në orën 4 nga shtëpia dhe është ora 11 tani dhe jemi këtu, mbrapa kam Red Bull Ringu. Kemi disa gjëra për të parë, makinat, një tur të shpejt ringut, një histori e shkurtër na shpjegon pak se çfarë ndodh, çfarë ka dhe pastaj do kemi dhe drekën, disa gjëra tjera derisa të vi momenti I shumë pritur, gara në pistë. Apo jo Andy? Yes sir. Tani po na fuzin një vend këtej poshtë. Tani dolëm në një nga terracat e Red Bull Ringut, nga këtu shikojmë pistën ku po bëjnë stërvitje e gjëra me motor për të provuar pak të eksperiencën. Lart shikojmë edhe demin e Red Bull Ringut që na treguan çfarë në video. Edhe tani na ngelet akoma të bëjmë sa gjë tjera, të shkojmë sa pjesë të tjera të ringut. Ndërkohë aty po shoh që po shkarkoj një makinë, nuk e di. Vazhdojmë futemi nëpër skudat e Red Bull Ringut. Dhe arritëm sipër pistës. Vazhdojmë akoma me shumë shpjegime sa edhe pak një që duam. Marrim makinën edhe të hipim, apo jo. Po I zgjatë si shumë habetet ky tipi. Po bra. Tani me sa duket do hyjmë te VIP Lounge dhe Media Lounge. Po, VIP Lounge 3, shohim çik çka ka brenda, prim pak si të pasur dhe si VIP-at e neve. Jemi që këtu po. They're all equipped in the same way. So you would have the bar. They're removable, so you can put them back. Right behind the bar, we have one big room, so consisting out of 3 lounges. Pra jemi në lounge, një nga 4 lounget që janë këtu në Red Bull Ring. Normalisht janë sponsorët e brendeve që I marrin dhe u japin klientëve të tyre dhe personave të tjerë. Por normalisht edhe mund ta blesh biletën që nuk e di se sa kushton, do na e thon tani besoj. Okej, thjesht $6,000. $6,000. Gjatë po. Marrim apo jo. Dhe ikim tek podiumi, dhe bëjmë pak se u përfituam edhe ne. Nëse se na bina një tesi me 300 orë, maksimumi 50 me trafikun e Tiranës. Po ta shohim, jedhim një sy se ku kanë hipur të mëdhenj të Formula 1-os. Dy? Jo, 3. Edhe një 2 aty që janë të mbuluara. 4. 6. Këtu kemi ca makine që kushtojnë diku te 5.000 euro për makinë, besoj apo jo, Andi? Nuk besoj se bëjnë. Një këtu poshtë që do shikoni ndryshe se kështu nuk e tregoj dot. Edhe 2 që jam shumë kurioz për ato atje që janë të mbuluara. Ka problem se I kam kapur unë. Do t'i shikoni këtu. Kemi te sala e kamerave. Inside this building, I would say. Over there. On this camera 5, camera 6, you can see turn number 1. So there are white lines with green edges. Oh my god. Eksperienca fare tani, po porosisni Red Bull, tani tham ta nuk kemi. Se ty ti thosh Tani pa mbuk, qetësohemi pak dhe garën e kemi në orën 5. Është ora po thuaj se 2, tani po presim se më vinë të na marrin, do t'ikim në hotel, do rrim
2 orë aty, 1 orë gjysmë diçka e tillë, të qetësojmë pak, të karikim kamerat, edhe pastaj do kthehemi në këtu në Red Bull Ring për xhiron. Kemi gjë me makinë për të bërë. Kështu që eksperjenca nuk ka mbaruar akoma. E zi presim. Arritëm edhe në hotel. Arritëm. Tani do futemi deri brenda, është si kështjell. Është kjo gjëja këtu. Mezi po pres shohim çik dhomën, kemi 1 orë gjysmë pushim. Edhe pastaj rikthehemi në Red Bull Ring. Të paktën mund të rrim 1 orë gjysmë. As nuk do pushoj se janë disa skripte që duhen për gati, ose si do shqipjes. Erdhëm më në fund në hotel mbas një dite e lodhshme që nuk kam mbaruar akoma, po hoteli është fantastik. Fatkeqësisht nuk mund të rrim shumë sepse në orën 3:30 do të jemi poshtë në hall sepse do vi transferi, pra busi të na marrit të na riçojë në Red Bull Ring, por hoteli është fantastik. Home tour. E nisim direkt nga hyrja. Kjo është hyrja, sa po lash dhe xhaketën time aty. Në të majt kemi krevatin që duket shumë komod mezi po pres ta provoj. Pastaj televizorin, to dritare tu që janë fantastike. Besoj është një nga të më të bukura që kam qenë. Shout out to Red Bull, bravo Red Bull. Vazhdojmë, një tavolinë e vogël, një koltuk, nuk e di nëse rrotullohet apo jo, rrotullohet. Një tavolinë me fruta aty, nuk e di sa shifni. Tavolina aty. Dhe pastaj këtu është banja, që siç e shikoni është pa derë, përveç se dritare që ndriçojnë nga gjitha anët. Këtu jam sërish tunë. Hey, këtu është pjesa e lavamanit. Dushi, është gjigant, nuk e di nëse duket, nëse dallohet, por mund të hyj këtu brenda dhe të praktikisht të kërcej. Aq i madh është. Wow. Dhe pastaj në krah kemi një derë që çon në tualetin, siç e shikoni në WC-n. Përveç faktit që këtu brenda është tmerrësisht shumë vap, ose jam unë që jam edhe pak pa qef, duke qenë se këto ditë nuk kam qenë dash shumë në qef. Dhe turi ishte pikërisht ky. Tani do qetësohem një 20 minuta besoj, pastaj më duhet të mbaroj ca skripte sepse jemi gati për gjën më të rëndësishme të ditës. Më në fund pak pushim. Është eksperiencë e re që nuk e kisha bërë kurrë më parë, sidomos me një brand të tillë si Red Bull, që besoj te mua, te gjithë pjesëtarët e këtij udhëtimi që bëm. Një eksperiencë që me të vërtet doja shumë ta bëja, shikoja gjithmonë njerëzit ose krijesat e huaj që e bënin dhe thosha mbase një ditë do arri dhe unë. Dhe ja ku jemi. Nëse sido që tjetë këto gjërat pak më të thella, pak më të rëndësishme, dua t'i them në fund mbasi ta mbyll, le të themi, eksperiencën e ditës së sotme, sepse vlogu do mbyllet me ose sot në darkë vonë ose nesër në mëngjes. Edhe pse nesër në mëngjes do jem gjithë ditën në Vjenë, por nuk do jetë pjesë e vlogut. Nëse doni të shikoni se çfarë bëj në përditshmërinë time, më ndiqni në Instagram. Dhe kaq, tani do qetësojmë një çerek orë 20 minuta, pastaj do filloj të punoj me skriptet e videove sepse puna nuk mbaron kurrë. Është qef shumë të vish dhe të bësh gjëra të tilla, por është edhe e lodhshme sepse duhet të rish nga mbrapa gjërave dhe të bësh atë që ke për punë, për atë që erdha këtu, pra për të bërë video për eksperiencën, për t'u treguar juve. Tani provojmë krevatin. 3, 2, 1. Fiksa ajo që më duhej. Tani pushojmë pak. Ja për ku jemi gati. Ora është 3:25, për 5 minuta duhet jem poshtë sepse do vi të na marri transferi për të na çuar sërish në Red Bull Ring për të bërë më në fund praktikën dhe pastaj eksperiencën me Porsche-t. Iki mos vonohemi. Ta po mbaruam edhe trajnimin thënshin sepse thjesht na thanë që du të futemi gjërë ngushtë, të dalim gjërë, të dalim shpejt. Mendoj se trajnimi ishte nuk ndodha asnjë lloj gjëja ashtu në Shqipëri. Dhe e rëndësishme ishte që për çdo lloj dëmi nuk ka problem se makina është e siguruar, po ne duhet të pagojmë 5.000 euro praktikisht në çepat e tyre edhe pse makina është e siguruar. Kemi sa miliona euro makina që do thosha. Tani do presim derisa të na vinë makinat edhe të hyjmë të kontrollojmë pa shoku si do shkojmë. Sido që tjetë do shkoni që jemi sport, pasi do kemi jetë la. Makina që këto gjëra i kam parë gjithmonë nga televizori dhe sot jam këtu. Nuk e përjetuar në vetë të parë. Sa që kishë në qjetë.
Bro. Dhe tjetra në fund. Jemi brenda, nuk kemi kamerën mbrapa që do na filmoj çdo gjë dhe tregojmë se dilen dhe do shifemi në fund për të dhënë të gjitha. I futa brenda bagazh. Makina ime kjo, do një shpiu me këtë. Okay, let's go. Okay, just one. Come on, guys. Well done, and keep going. Tani jemi në hallin e hotelit, sa po erdhëm nga eksperienca duke marrë vesh videot që bëm në makinë, kushtojnë 70 euro për t'i marrë. S'kemi ç'a bëjmë. Na duan. Nëse i keni parë në këtë video kemi paguar 70 euro për ju. Nëse nuk i keni parë, nuk kemi paguar 70 euro për ju. Tani të kalojmë çik materialet se nuk e di se sa giga mund të jenë. Edhe mbase do fillojmë editimet. Videot të tja për të gjyruar nesër. Janë 24 orë me të vërtet shumë packed, edhe pse ditën e nesme ju nuk do shikoni sepse video është 24 orë në Red Bull Ring. Arritëm dhe në fund të këtij vlogu, të këtij udhëtimi jo, sepse kam edhe ditën sot që do jem në Vjenë duke u vërdallisur, duke bërë gjëra normale të një turisti. Nuk arrita ta mbylla videon dje në darkë sepse isha me të vërtet shumë i lodhur. Zbritëm në restorant të hotelit së bashku me grupin, hëngrëm, pa gallat, erdhëm lart dhe gjumë total. Prandaj mbyllem po e bëj sot për të plotësuar totalisht 24 orë të kësaj eksperience që ishte me të vërtet adrenalin, qef, gallat, shumë gjëra të ndryshme. Si gjithmonë edhe tani në fund të videos gjej rastin të falenderoj Red Bullin për këtë eksperiencë, sepse është një eksperiencë që me të vërtet pak njerëz mund ta bëjnë dhe jam i sigurt që për çunat një gjë e tillë është me të vërtet një ëndër. Unë shpresoj shumë që kjo video t'ju ke pëlqyer, si gjithmonë. Një like dhe një koment dhe nëse videot e mia ju pëlqejnë dhe doni t'i shikoni sa herë që dalin, një subscribe në kanal do më ndihmonte shumë. Shumë faleminderit që harxuat kohën tuaj për të parë këtë video. Si gjithmonë, shihemi me videot e tjera në TikTok, në Instagram dhe këtu në YouTube me long form dhe short form. Shihemi videon tjetër në Tiranë këtë herë apo në udhëtim tjetër.